Telkos, dashnin lidhje të parë. E tash do takohemi përsëri me Ardioana në këtë rast përmes lidhjes direkte. E di që sot shënon një festë zyrtare në Kosovë, data 1 maj. Megjithatë, shohim nëse ka lëvizje të njerëzve, nëse edhe pse ora është 8:36, por Ardioana me sa e di kemi në Tag Bashkë, në parkun Tag Bashkës, se tash na tregon pak edhe për atmosferën atje, dhe nëse ka njerëz të cilët po e vazhdojnë rutinën e tyre të përditshme. Ardioana, linja për ty. Po, Agnes, faleminderit, pra jemi tash në Tag Bashkë, siç tregove edhe ti. Kam qëllimisht të sheshit për shkak se tu e ditë që është edhe festë zyrtare, zakonisht lëvizjet i kemi më të pakta, edhe ashtu në ditë përditshme është më problematike, edhe kur kanë rutinën e tyre ditore për të nisur punë, që bisedojmë ndoshta me qytetarët, dhe duke qenë se 1 maj ne kemi festën ose ditën ndërkombëtare të punëtorëve, atëherë do të provojmë që të bisedojmë me qytetarët që janë këtu. Derisa duhet të theksu edhe një herë për informacionet kështu të përgjithshme sa i përket kësaj feste, që festën e 1 majit ose ditën ndërkombëtare të punëtorëve ka lind si nevojë për punëtorët që të kërkojnë edhe të sigurojnë të drejtat e tyre, liritë themelore ose liritë bazë që i takojnë punëtorëve. Na edhe bashkë edhe më herët në studio veç diskutuam sa i përket themi të drejtave ose edhe mungesës sigurisë në punë që e kanë punëtorët në Kosovë. Madje patëm edhe shifra që janë treguar nga kolektivi feminist, të cilët edhe në faqen e tyre zyrtare pata rastin që të shoh sa i përket lajmërimit që kanë bërë për një protestë që do të organizojnë tash prej orës 10, e ku është theksuar që vetëm në këtë vit 9 punëtorë kanë humbur jetën si pasojë e mungesës së kushteve minimale të sigurisë, dhe inspektorati vazhdon të mbyll syt tek shefat i çojnë punëtorët drejt vdekjes. Kështu është edhe deklarimi, po themi, prej anës së tyre në faqen e tyre zyrtare, përpjekja apo kolektivi për mendim dhe veprim feminist. Vazhdojmë bashkë me laureatin drejt Tag Bashkës, do të përpiqemi që të bisedojmë me qytetarët edhe të kuptojmë më saktësisht se çka mendojnë ata për të drejtat e punëtorëve sot, edhe sigurinë që ata e kanë në vendin e tyre të punës, dhe do të marrim mendim nëse e shohin që punëtorët në cilin do sektor janë të sigurt, sidomos ata që kanë të bëjnë me punë më të rënda edhe fizike, që shumë shpesh edhe në lëvizjet tona të përditshme hasim në ta, duke i parë që nuk i kanë ndoshta as pajisjet ose mjetet esenciale për t'i bartur edhe për të mos pasur lëndime apo edhe më e keqe, atë janë fatale për ta. Përndryshe, në fakt Tag Bashkën jeni duke parë që gjithmonë është e mbushur me themi vendës këtu, por edhe frekuentues të rregullt. Janë grup mosha të ndryshme, janë këndet rekreative që çdo herë i shfrytëzojnë këta qytetarë të Prishtinës për të qarkulluar këtë pjesë. Këta 2 zotrin po kemi. Mirëmëngjes zotri, jemi direkt në Kuavizion? Okej, vazhdojmë. Edhe kur janë kështu më të relaksuar, ndonjëherë ndinë ndoshta mos me na u përgjigj, po e jona është me tentu, edhe po e shohim që janë duke shfrytzuar këto këndet ku i ndihmojnë aspektin fizik. Mirëmëngjes zotri. Jemi direkt prej Kuavizionit, pak po ju pengojmë, po besoj që ditën mbare keni nisë në Tag Bashkë. Jemi direkt në Kuavizion. Po. Si po kaloni sot? Mirë, më përgjithësi faleminderit, thjesht për ditë dal, që të ku bëjmë pak ushtrim, esim pak që kështu, ori postash. Ja vlen me dal. Patjetër, po. Dhe kemi ambientin shumë të mirë, po besoj që ka nevojë për rregullime gjëra kështu elementare, po. Po, nevojë që çdo pajisje veç kanë filluar mu dëmtu, megjithëse kemi bënë një kërkesë komun, po nuk e di kush më bën, thuaj se s'm përgjigj çati unë. E çështë. Sot kemi dalë për me folë për ditën e 1 majit, ditën e ndërkombëtare të punëtorëve. Po du me marrë një këndvështrim për anës juaj. Sa mendon se respektohet dita po mendoj punëtorët edhe puna e tyre, siguria e cila është në vendin tonë, cilën mundesh me thënë? Po kemi mangësinë përgjithësi kështu këtë është. Po shati po mjeta që ashtu e ka. Inshallah, presim ditë pa të mira. Faleminderit shumë për kohën. Kalushim një faleminderit edhe për jush, çdo të mirë. Gjithashtu. Faleminderit prej zotriut, ne vazhdojmë tutje. Përndryshe jemi duke i pa dhe disa prej zotrinve që edhe këtu, duke qenë se ka frekuentim të madh të parkut të Tag Bashkës, kanë dalë me ëmbëlsira, me akullore, e kështu, me qenë se veç edhe kemi nis tashmë sezonin e pranverës, e shkojmë drejt temperaturave të larta.
ka fluks goxha të shtuar, edhe po besoj që shumica prej tyre tashmë kanë shndruar në një rutinë të përditshme, ndoshta shumë prej tyre edhe para se të shkojnë në punë, e bëjnë këtë ecje në përshtegun edhe të ecjes së të vrapimit në Taugbashqe. Ndërkohë, po lexoj edhe pak për disa informacione që kolektivi feministi ka ndaj, që i thash edhe më herët, sa i përket numrit të punëtorëve që kanë vdekur në vend të punës, por që kësaj here ka të bëjë me disa mbishkrime që i kanë parapri një majt në hapësirat publike, ku thonë se duhet të ndërhyjmë për të denoncuar shtypjen ekonomike që i u bëhet punëtorëve dhe pensionistëve, grave e studentëve. E kemi njërën prej zonjave që për neve është bë mike, mirë mëngjesi, edhe ne ty duam. Mirë, bukur. Vjen mirë që po takoj, unë e di që asnjëherë nuk ndodh me ardhur dhe mos me takuar ti. Qashtu është, gjithmonë jam këtu. Jam pjesë të Taugbashqës. Edhe energjinë e mirë të ditës po e shfrytëzon. Sot kemi dalë për ditën e 1 majit, ditën ndërkombëtare të punëtorëve, që kisha dashur me marrë një mendim prej teje. Sa mendon se respektohet edhe a ka siguri për punëtorin në Kosovë? Nuk respektohet se 1 maj është dita e punëtorëve, por duhet me dalë me bë greva, me protestu. Për atë arsye është që kjo si fest. Te na e kemi ndryshu këtë festën e 1 majit, na dalim në pikingë, na për shëtitje si senim, për ndryshe në 1 maj është dita e punëtorit. Edhe kur sen të kënaqen punëtor, ata duhet me dalë me protestu. Jo ata, veç krejt qytetar, përgjithësi kështu. Ndër vite e kemi pa që shënojnë si fest, çka mendon për na? Ai ndër vite është festu. Është përmend si fest se te ne shqiptar është interesant ajo që lypim arsye me pas festa non stop këta. Edhe 1 maj, 2 maj gjithmonë është festu si fest. Për kundërzi, kur është shenu herën e parë, ka qenë shkaku i proteste punëtor. E që ajo është arsye, po, te na ka ndryshu ajo, po. Na konvenon ma shumë, ha? E vërtet është, e vërtet. E vërtet, ashtu është. Shumë faleminderit. E pa që ditën sa më të bardhë. Vjen mirë shumë që ju duhet të dyve. Faleminderit shumë. Edhe na ty. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Shumë kënaqësi me taku gjithmonë edhe qytetarë cilët janë bë pjesë e rutinës tonë të përditshme, kështu nuk i shohim pasaj vetëm si qytetarë që marrim një vendim prej tyre, po edhe më të afërt pse jo. Kthehemi në këtë pjesën tjetër, po më duket pas kemi më shumë. Lëvizje. Kërkesa e parë publike për ndryshe ka qenë në Australi gjatë vitit 1855, ku si kërkesë themelore ka qenë orari 8 orësh në punë, dhe kjo ka qenë mënyra se si edhe ka lind festa zyrtare, dita ndërkombëtare e punëtorëve, si luftë e punëtorëve për me kërku edhe me siguru të drejtat, lirit edhe kushtet themelore të jetesës, në bazë të parimit 888, siç njihet ndryshe. Të shtegu për vrapim, jeni duke po edhe të tjerë zotrin që po e shfrytëzojnë këtë hapësirë këtu, për cilën më parë janë anku që ka qenë e dëmtuar, edhe kemi pa vetë, sepse kemi arë shumë shpesh këtu, por duket që në pjesë të ndryshme të Prishtinës, sa do pak ka intervenime, sidomos në parqet ku jemi këtu, edhe pse, si që përmendin qytetarët, gjithmonë i referuam atyre me mangësi ose me mungesa që ndoshta e lehtësojnë edhe më tepër qëndrimin këtu, po sido që tjetë, mirë që i ruajmë të paktën këto hapësira, edhe ka një vedisim më të shtumë në krahasim me vitet e kaluara, kur kemi pas mundësi që të shohim ndoshta këto dhe mbeturina, edhe në park të Gërmis, edhe këto, nuk po themi ndoshta që nuk shohim fare, po në krahasim me vitet e kaluara duket një vedisim dukshëm më i madh që edhe duhet jetë prezant me patjetër, sepse jemi ne ata që e ruajmë atë hapësirë tonën, cilën e shfrytëzojmë çdo ditë. Agnes, për momentin me juve nuk e kam një lidhje përmes regjisë, ndoshta ju jeni duke më dëgju, po e kam të pamundshme me ju dëgju nëse mund vazhdoj, apo e keni kohën për diçka tjetër, ne edhe pak po ju sjellim pamje prej Taugbashqës këtu, sepse veç më është ndërprej lidhja, kështu që besoj edhe uroj mirë kuptim.
Po, Ardian, mundesh me vazhdu në qoftë se për ndryshe se po kënaqemi me këto komentet e qytetarëve të tjerë, po ashtu edhe me pamjet, po e shohim edhe pak përmes pamjeve, pra këtë atmosferë dhe këtë mod kaq të mirë, nuk e din nëse tash po na dëgjon Ardiana neve, po sidoqoftë mundemi me mbajt edhe pak minuta. Po, Agnes, tash po ju dëgjoj. Perfekt. Atëherë nëse mundesh, vazhdo edhe pak minuta, Mirë, tash po ju mundemi me dëgjoj, marrë kështu edhe po ndonjë vazhdoj. mendim tjetër. Hajde, Laura, të vazhdoj. Patjetër. Po, patjetër, veç nuk e dija nëse isha në linjë me ju. Po i shohim edhe zonja më të moshuara, e thash edhe ma herët pat edhe qytetarë që kanë vendosë, si me thonë, disa hapësira kështu të vogla, ose kënde rekreative, këtë rast disa fotografi po shoh, ose si korniza që mund të me i vendosë, gjej lumturinë familjare, është ndoshta sigurisht një organizat, në të cilën munden me kalu qytetarët su dhe kushdo që shpreh interes, pse jo, afrohen, edhe kështu bëhet lidhja për të shkëmby nevojat midis tyre. Sot më shumë se kur, në fakt po shohim tokë bashkë qytetarë që janë të frekuentu ose të qarkullu vazhdimisht, ndryshe prej ma herët, kur ndoshta aty këtu kemi pas disa që pushojnë, disa që edhe po shoh grup mosha të ndryshme, sigurisht duke ditë që kanë fesë zyrtare sot, e kanë ditë pushimi, e kanë shfrytzu moti mirë, po ashtu theksu ma herët në studio që deri në 20 grade kemi ditën me mot në Prishtinë. Provojmë. Edhe pse kur po isha që janë duke vrapu, pak ma problem me ja undalë vrapin, se hynë atë aktivitetin fizik, ku mendojmë veç për vrapin. Provojmë me zotrinë. Mirëmëngjes, zotri. Si jeni? Direkt në Kua Vizion jemi? A, po një bisedë shkurt? Jo, vazhdojmë. Janë zakonisht gjeneratat edhe ma të vjetra që kanë punu edhe kanë përvojë shumë të madhe në sektor të ndryshëm, kudo ku kanë punuar ata, kështu që ndoshta din me bë shumë ma lehtë edhe dallimin mes ndër vite, nëse ka ndryshu diçka në aspektin e sigurisë edhe të drejtave që i kanë punëtorët, ose jo. Jo se të rinjt nuk e shohin, po të rinjt jam e bindun që ndoshta kërkesat i kanë primare para se të vendosin për një kontratë të re në një punë të caktuar. Zotri, mirëmëngjesi. Mirë. Hajde të kalojmë pjesën tjetër, ku po i shoh dy zotrinj, pak një zonjë dhe një zotri. Mirëmëngjesi. Jemi direkt në Kua Vizion. Si jeni sot? Mirë, faleminderit. Ditën besoj mirë e keni nisë në këtë ambient. Po, shumë mirë. Po, shumë qefi. Ne sot kemi dalë për të folur për ditën ndërkombëtare të punëtorëve, një majin, që është edhe fesë zyrtare të na. E du me ditë pak një mendim prej juve sa i përket kësaj dite, edhe çush e gjen Kosovën këtë vit me sigurinë edhe të drejtat e punëtorëve. Po për siguri asnjëherë nuk është mjaftueshëm me bë. Tash po shihet po raportohet që Deri tash i kishim. Deri tash. Uroj që mos ketë mas tashër kësë tragjedi, edhe të inspektoriati i punës të jetë shumë ma aktiv, të rritë numri inspektorëve në punës, të shqyqohen drejtat e punëtorëve vazhdimisht a ka shkelje apo jo, edhe më rrihet një standard shumë i lartë që të jetë i kënaqshëm për me mujt me posa ma pak humbje, edhe më konë njerëz sa ma shumë të kënaqur me punë, me trajtimin punë, me rezultatet e punës, kur të japin me pagesën e orëve shtesë, me orë të zgjatër, mes me punu, këto janë gjitha. Shumë faleminderit për mendimin. Ditë mbarë. Ditë mbarë edhe për ju. Kalofshik mirë. Ditën e mirë, zoj. Pra, ka qenë edhe një mendim prej një qytetari që, po, me të vërtet duhet të shtohet edhe numri i inspektorëve që bëjnë kontrollet vazhdueshme në për vendet e punës për të pa trajtimin që punëtorët kanë në sektoret të ndryshme. Edhe këto mendime edhe na duan realisht. Vazhdojmë edhe pak, po i shohim edhe një çift tjetër në anën time të djathtë, po kaloj Laurat. Mirëmëngjesi.
Si jeni? Hajde se s'ka problem, se ditën e kemi të mirë, me energji të mirë, bashkë po bëjmë bisedë. Qish po kaloni sot? Mirë, faleminderit. Vjen shumë mirë. Dita ndërkombëtare e punëtorëve, sot festë zyrtare, po e shoh që edhe keni dalë, tash nuk po di nëse punoni ose jo, po si e gjen Kosovën këtë vit? Këtë jemi pensionuar. Pensionuar. Mirë, domethënë ky ka një kompliment se s'po dukeni. Faleminderit. E shfrytëzojmë këtë ambient bukur të Poshës. Çka mendoni për drejtat e punëtorëve këtu? Sa janë të sigurt edhe cilat janë lirit bazë që i kanë punëtorët në vendin tonë? Ajo kufizimi i drejtave, s'mujmë i kufizi ka, ma shumë ka ma pak, parsisht për njarëve të firmave ose firmave shoqërore. Punëdhënësit. Çka duhet me kërku punëtori më shumë sot? Se zakonisht na e shfrytëzojmë si festë një muajin, po duhet me protestu në fakt. Lira që është e drejtë e punëtorit, që i kanë ditët e pushimit, ata normal që shfrytëzohen, ose kanë një ditë ma shumë nuk kanë, ose i mbajnë mas orarit e si paguajnë, ose ka, nuk do të femrin, shembull, është një firmë, e ka një supermarket shumë të madh, edhe aty muj me thonë veç 2 punëtore shien. Vajza. Njëna të arka, tjetra shërben. Për konsumatorët nuk është e lehtë se ka nga disa që nuk shohin mirë se kështu se ka dhe artikuj që nuk kanë çmime. Edhe për ata Shtohet edhe vlugu i punës të ato 2 punëtore. normal. Jetë fish. Normal. Nëse ka qëndash të punsoj më shumë punëtor, tjetë shërbimi ma nivel për konsumatorët, edhe tjetë barë ma vogël për punëtorët. Kjo më duket. Zhvillimi i orëve të punës, sigurisht robotat do të zëvendësojnë, do të kemë privilegje më të mëdha. Sa e mira që dhe e keqe për punëtorin kjo, pak se... Do të ketë edhe ma të pa punë, sikur se unë shembull një kohë punojsha në kontabilitet e financa, sa nuk ishin kompjutert, kishte shumë ma të punësuar. Me zavendësimin e punëtorëve në mjete që janë ma të avansuar, ose tash që thonë inteligjenca artificiale, këto robotat, do të ketë shumë pa punë. Me një anë ka zhvillim teknik, po për punëtor do të jetë... Kjo është edhe mas fidusja që po pritet me ndodhë. Faleminderit shumë që u ndalet edhe që bisedëm bashkë. Ditën e mbarë. Gati të bëj intervistë. Natyralisht gjithçka ma bukur. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Mirë, po ja afrojmë edicionit të lajmeve.